Horoskopi ditor, 5 shkurt 2026, dashi, sot, energjitë planetare krijojnë një presion të lehtë, sidomos në mendje dhe emocione, i dashur dash. Mund të ndihesh më nervoz se zakonisht, sikur diçka brenda teje kërkon ndryshim të menjëhershëm, por kujdes, dëshira për të thyer rregullat ose për të dalë nga rutina mund të sjellë tension nëse vepron shumë shpejt ose pa menduar mirë. Fjalë të thëna në nxitim apo vendime impulsive mund të bëjnë të pendohesh më vonë. Ka mënyra më të qeta për të ndjekur rrugën tënde pa krijuar trazira. Mos u mundo të parashikosh gjithçka përpara. Nëse ndihesh i mbingarkuar nga zgjedhjet, ec hap pas hapi. Sot, pavendosmëria mund të jetë e pranishme, mes qëndrimit në zonën e rehatisë dhe provimit të diçkaje të re, por kjo dilemë nuk është e keqe, ajo të shtyn të reflektosh thellë për prioritetet e tua reale. Mund të ndjesh edhe një rënje të përkohshme të energjisë. Në vend që të këmbëngulësh për plane të forta, ndoshta është më mirë të ecësh me rrjedhën e ditës, të presësh pak para vendimeve të mëdha, të dëgjosh intuitën, mesazhi i ditës për dashin, ngadalë sopak. Qetësia sot do të çojë më larg se sa nxitimi. Demi, sot, i dashur dem, përpiqu të mos e lodhësh mendjen me shumë mendime njëherësh. Energjitë e ditës mund të krijojnë tension mendor dhe ta bëjnë ritmin të duket shumë i shpejtë, sikur bota po ecën para teje, mund të ndihesh për pak çaste jashtë harmonie me të tjerët, por kjo është e përkohshme. Çelësi i ditës është fleksibiliteti, nëse pranon të papriturat, do ta ndjesh më pak stresin. Këshillat që dëgjon sot mund të mos të duken të dobishme në fillim, por edhe nëse nuk pajtohesh me to, mund të mësosh diçka të vlefshme. Madje, kundërshtimi mund të zgjojë idetë e tua më të mira, vendimet sot nuk vijnë lehtë. Mund të ndihesh i ndarë mes disa zgjedhjeve dhe kjo të lodh pak emocionalisht, por nga kjo mendim i thellë, do të kuptosh më qartë se çfarë ka më shumë rëndësi për ty. Kujdes të mos marrësh më shumë përgjegjësi se sa mund të përballosh. Koha dhe energjia janë të kufizuara, këshilla e ditës për demin, më mirë ushqe imagjinatën dhe qetësinë sot, se sa të kërkosh përgjigje të shpejta për gjithçka. Binjakët, sot, i dashur binjak, dita sjell mënyra të reja të menduarit, por nuk është momenti më i mirë për vendime të shpejta. Energjitë planetare kërkojnë shumë fleksibilitet nga ana jote, ritmi mund të jetë më i shpejtë se zakonisht, me surpriza dhe pak çrregullim. Nëse përpiqesh të rezistosh ndryshimeve, dita mund të bëhet e tensionuar. Mund të ndihesh sikur është e vështirë të shprehësh mendimet ose të dëgjohesh nga të tjerët, por pasi ta kalosh këtë fazë, ka shumë gjasa të fitosh një këndvështrim të ri për një projekt apo interes personal. Detajet e planeve ende nuk janë të qarta, dhe kjo është në rregull. Nga ana tjetër, mund të marrësh mesazhe të kundërta ose informacione që të lodhin mendërisht. Kjo e bën të vështirë të dish nga t'ja nisësh, por gjithë ky mendim sot po të ndihmon të kuptosh më mirë prioritetet e tua reale. Këshilla kryesore: thjesht gjërat, mos u ngarko me shumë aktivitete derisa energjia të kthehet. Balancimi mes përgjegjësive dhe kënaqësisë personale mund të jetë sfidues. Ndoshta do të duhet të heqësh dorë nga disa gjëra ose të ecësh më ngadalë. Mesazhi i ditës për binjakët, ngadalësimi sot do të sjellë qartësi nesër. Gaforja, sot, e dashur gafore, marrja e vendimeve nuk është aq e thjeshtë sa zakonisht. Energjitë e ditës sjellin përplasje mendimesh dhe pak pasiguri, mund të ketë tension në biseda, sidomos nëse dikush mban fort pas idetë apo mënyrat e veta. Edhe padurimi mund të shtyjë të thuash apo të bësh gjëra për të cilat më vonë mund të pendohesh. Megjithatë, nga gjithë kjo rrëmuj mendore mund të lindin ide shumë të vlefshme. Biseda interesante dhe mendime të reja mund të dalin pikërisht nga momentet e çrregullta. Nga ana tjetër, mund të ndjesh një lloj pakënaqësie të brendshme, nuk je i sigurt për hapin e radhës. Një pjesë e jotja kërkon pavarësi dhe liri. Një tjetër kërkon afërsi emocionale dhe siguri. Këto sinjale të përziera mund të lodhin, energji dhe motivim mund të bien përkohësisht, derisa të gjesh mënyrën për të balancuar këto dy dëshira, ose për t'i plotësuar në mënyra të ndryshme. Mesazhi i ditës për gaforen: mos u nxito për vendime sot. Qartësia do të vijë kur emocionet të qetësohen.
Luani, sot, i dashur Luan, energjitë planetare sjellin shumë stimulim mendor, por mund të kalojnë shpejt në tension, një lajm i papritur ose një rezultat që nuk e prisje mund të dalë në pa, po ashtu. Udhëzime të çrregullta apo shpërqendrime të panevojshme mund të të irritojnë. Mundohu ta shijosh spontanitetin e ditës, në vend që të shqetësohesh se si do të rregullohen gjërat. Jo gjithçka ka nevojë për kontroll sot. Nga ana tjetër, brenda teje po përplasen dy energji të ndryshme. Një pjesë kërkon qetësi dhe pushim, një pjesë tjetër kërkon shoqëri, biseda dhe ndarje emocionesh. Kjo mund të të bëjë të ndihesh i ndarë mes privatësisë dhe dëshirës për të qenë me të tjerët. Zgjidhja më e mirë është kompromisi, pak kohë për veten dhe pak për njerëzit që do. Nëse ndihesh pak i lodhur ose i shfryrë emocionalisht, mos u shqetëso. Është e përkohshme dhe shpesh tregon se trupi dhe mendja kanë nevojë për një pauzë. Mesazhi i ditës për Luanin: pushimi sot është investim për energjinë e nesërme. Virgjëresha, sot, e dashur Virgjëresh, dita nis me pak energji nervoze dhe tension mendor. Ndikimet planetare mund të sjellin situata të papritura ose mendime të çrregullta. Nëse arrin ta pranosh spontanitetin e ditës dhe ta shohësh si diçka interesante, do ta kalosh shumë më lehtë. Mos i analizoni gjërat tepër. Qetësia është çelësi sot. Ka edhe një prirje për të marrë më shumë përgjegjësi se sa mund të përballosh realisht. Kohët e fundit je shumë i fokusuar te puna, shëndeti dhe çështjet praktike. Sot mund të ndihesh i ndarë mes detyrave të përditshme, jetës shoqërore ose ëndrave personale. Një pushim i vogël do të ishte shumë i dobishëm. Mund të ndihesh pak pa motivim ose i pasigurt për momentin, por kjo është shenjë se ka ende disa këndvështrime për të marrë parasysh para se të ecësh përpara, ose ndoshta ke neglizhuar nevojat emocionale dhe tani është koha t'i dëgjosh. Sot është më mirë të tërhiqesh pak dhe të vëzhgosh situatat, se sa të përballesh drejt për drejt. Kjo do të të ndihmojë të riorganizosh planet dhe energjinë me qetësi. Mesazhi i ditës për Virgjëreshën: ndonjëherë, një hap mbrapa sjell qartësinë më të madhe. Peshorja, sot, e dashur Peshore, hëna hyn në shenjën tënde dhe zgjon emocionet, duke të shtyrë të shprehesh më hapur. Dëshira për të komunikuar dhe për të lidhur me botën rreth teje rritet ndjeshëm. Por energjitë e ditës janë pak të paparashikueshme. Mund të dalin situata të papritura, disa argëtuese dhe emocionuese, disa të bezdishme. Varet nga këndvështrimi yt. Kujdes nga nervozizmi, sepse mund të shtyjë të shqetësohesh më shumë se ç'duhet ose të planifikosh keq, të flasësh shumë shpejt për një çështje, sidomos kur je i tensionuar, mund të sjellë keqkuptime. Mund të ndihesh sikur po tërhiqesh në drejtime të ndryshme. Nga puna dhe përgjegjësitë, nga dëshira për argëtim dhe relaks, çelësi është balanca, ose përpiqu t'i kombinosh, ose ndaj kohën në mënyrë të drejtë. Nëse ndihesh i mbingarkuar, nuk do të shijosh asnjërin e as tjetrën. Prandaj, thjeshtimi i gjërave është shumë i rëndësishëm sot, edhe pse e do rregullin dhe disiplinën. Energjitë të ftojnë të gjesh më shumë kohë për kënaqësi dhe pushim. Mesazhi i ditës për Peshoren: qetësia dhe ekuilibri sot do të sjellin paqe nesër. Akrepi, sot, i dashur Akrep, hëna kalon në shenjën para asaj tënden, duke të shtyrë të tërhiqesh pak nga zhurma e përditshme dhe të kërkosh më shumë qetësi. Është një ditë ideale për pushim, reflektim, rilindje emocionale. Nëse ke mundësi të ngadalësosh ritmin, përfito prej saj. Megjithatë, energjitë e ditës sjellin edhe të papritura. Disa situata mund të jenë emocionuese, të tjera pak shqetësuese. Gjithçka varet nga mënyra si i sheh. Kujdes nga nervozizmi, sepse mund të bëjë të shqetësohesh kot ose të organizohesh keq. Edhe fjalët e thëna me nxitim mund të krijojnë probleme. Nga ana tjetër, mund të ndjesh pavendosmëri për disa çështje të rëndësishme. Nuk është dita më e mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë angazhime shtesë. Ka mundësi që për momentin nevojat e të tjerëve të jenë prioritet dhe të kufizojnë pak lirinë. Idetë apo premtimet që dëgjon sot mund të mos jenë shumë të qëndrueshme, prandaj është më mirë të tregohesh i duruar dhe të pranosh një rrugë më të ngadalë drejt synimeve. Bëj rregullime të vogla në jetën tënde për të ruajtur ekuilibrin.
Sidomos tani që rehatia dhe qetësia janë shumë të rëndësishme për ty, mesazhi i ditës për akrepin, ngadalësimi sot është forcë, jo dobësi. Shigjetari, sot, i dashur shigjetar, energjitë e ditës mund të duken pak çorientuese. Oraret, planet dhe mënyra e të menduarit mund të tronditen paksa, por mos u shqetëso, nga kjo rëmuj mund të lindin rrugë interesante dhe ide të reja, do të kesh shumë mendime dhe frymëzim, por pak organizim. Tensioni vjen kur përpiqesh me çdo kusht të vendosësh rregull në kaos, kujdes të mos flasësh shumë shpejt për një çështje, sidomos pa e menduar mirë, për rezultatet më të mira sot, përpiqu të qetësosh mendjen dhe të gjesh ekuilibrin e brendshëm. Një shëtitje, frymëmarrje e thellë apo pak qetësi do të bëjnë mrekulli. Në përgjithësi, dita kërkon, prit dhe vëzhgo, nëse kohët e fundit ke shpërndar shumë energjinë në drejtime të ndryshme, ose përkundrazi je izoluar shumë, sot mund të ndjesh sikur po humb diçka të rëndësishme. Ul ritmin dhe mëso ta ndash kohën më me mençuri, çdo dilemë që shfaqet sot po të ndihmon të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron dhe çfarë të duhet vërtet. Mesazhi i ditës për shigjetarin, nga paqartësia lind qartësia, mjafton durim. Bricjapi, sot, i dashur bricjap, përpiqu të kapësh momentet e vogla të frymëzimit, sepse energjitë e ditës mund të jenë pak çorientuese dhe të sjellin pavendosmëri, ndikimet planetare mund të krijojnë pak kaos, por mos u trem. Ky trazim mund të hapë rrugën për ide shumë interesante dhe kreative, mund të përplasesh me dikë për një ide apo vlerë të rëndësishme, por kjo përballje mund të çojë drejt një kuptimi më të thellë. Kujdes me mesazhet ose fjalët e nxituara. Veprimet shumë të shpejta sot mund të bëjnë të gabosh shenjë, më mirë vëzhgo, mëso dhe pastaj vepro, mos haro se parimet e mira, logjika dhe drejtësia janë baza e planeve të tua, dhe janë pikërisht ato që të bëjnë të ndihesh mirë me veten. Sot ka rrezik për shpenzime impulsive, gjë që mund të sjellë tension në marrëdhënie, disa dëshira dhe përgjegjësi po konkurrojnë për vëmendjen tënde, duke të lodhur emocionalisht, nëse ndjen se diçka nuk është në rregull. Ndoshta është koha për të bërë disa rregullime të vogla në jetën tënde, gjithashtu mund të jesh më i ndjeshëm se zakonisht dhe të kesh nevojë për pushim ose për të kujdesur më shumë për nevojat që ke lënë pas dore. Mesazhi i ditës për bricjapin, ngadalësia dhe mençuria sot të shmangin gabimet e nesërme. Ujori, sot, i dashur ujor, komunikimet e tua mund të shkaktojnë reagime të papritura tek të tjerët. Energjitë e ditës sjellin ndërprerje, tension nervor ose ndryshime të orarit, kjo mund të duket shqetësuese, por nëse e pranon dhe gëzon elementin e papritur, mund të kesh një ditë interesante dhe frymëzuese. Nëse ndihesh i paduruar me çështjet aktuale, provo të kesh një fokus të ri, diçka që të tërheqë dhe të inspirojë. Konfliktet ose përplasje të vogla mund të sjellin rezultate pozitive, por energjia nervoze mund të shtojë stresin. Nëse ke shumë për të bërë, do ta ndjesh këtë. Rëndim, vendose prioritetet për të fokusuar energjinë aty ku ka më shumë nevojë. Derisa të kesh hapësirë ose qartësi më të madhe, mund të jetë koha për të menduar mirë ose për të bërë disa rregullime para se të ecësh përpara. Shpejtësia mund të bëjë të humbasësh disa detaje të rëndësishme. Tani është momenti për të rikuperuar dhe për t'i vënë gjërat në vend. Mesazhi i ditës për ujorin, ngadalso, riorganizo dhe përqendro energjinë, frymëzimi dhe qartësia do të vijë më vonë. Peshqit, sot, i dashur peshk, diçka që thua ose ndan me të tjerët mund të shkaktojë tension ose mbrojtje nga ana e tyre. Kjo mund të vijë nga padurimi, keqkuptimet ose fjalët e nxituara. Mund të ketë ndryshime në plane, rezultate të papritura ose ndërprerje në komunikim. Megjithatë, një situatë e papritur mund të frymëzojë një ide të re, një perspektivë tjetër ose një plan inovativ. Strategjia më e mirë sot është të bësh një hap pas dhe të shikosh situatën nga larg, mos u nxito të korrigjosh çdo gabim. Ndonjëherë është më mirë të lësh gjërat dhe të ecësh përpara. Mund të ndihesh pak i lodhur ose i pamotivuar, por dilemave të ditës mund të mësojnë diçka mbi prioritetet e tua reale.
Sot mund të ndihesh tërhequr në dy drejtime, të bashkëpunosh me të tjerët, të ecësh i vetëm, zgjidhjet shpesh vinë më lehtë nëse nuk obsesohesh mbi problemet. Mesazhi i ditës për peshqit nga Dalso. Shiko situatën me qetësi dhe lër frymëzimin të tregojë rrugën.